faktikisht tash disa të dy shtetet janë në luftë njëri me tjetrin, pavarësisht se Rusia e cilëson si akoma nuk e ka përdorur termin luftë në raport me Ukrainën. Të dy kryeqytetet janë target i goditjes nga palët ndërluftuese. Dhe pavarësisht kësaj retorike, unë nuk mendoj që mund të shkojë deri të paktën në goditje nga këto të modelit me dron ose goditje me një dron për shembull, një dron në mes paradës do ishte shumë spektakolare. Spektakolare, por nuk besoj, unë nuk mendoj se do të arrijë aty. Bile duket sikur Zelenski ju e dhat aty, duket sikur ka paralajmëruar diçka tjetër. Domethënë, më shumë ukrainës janë shumë të ftylluar në këto aktet e sabotazhit. Mund të ndërmarrin veprime, siç thon ai, si sa jo zjarrvënie, jo shpërthime, mund të jenë gjëra më tepër në aspektin spektakolar se sa për të dëmtuar njerëz. Nuk mendoj që ata do të godasin paradën. Njerëzit në paradë janë ushtarak që marshojnë, janë kolektivistë armiq. Ushtarak, po tashmë pavarësisht se kanë një farë përgjegjësie them edhe për liderët e tjerë botror që do të marrin pjesë në ato takime, pavarësisht se ata kanë kërkuar siguri nga paktën nga agjencitë e lajmeve, kanë kërkuar siguri nga leadershipi i Ukrainës për sigurinë e tyre, kanë kërkuar siguri nga Ukraina, pra që të jenë të sigurt gjatë vizitës në Moskë, gjatë aktivitetit që do jetë atje,